Udhëtova nga Natasha Elia. Udhëtova pa numëruar kilometra, sepse ne ishim rrugëtarët e fundit që shkelnim në për sokaqet e shkreta, për të shmangur humbjen e arsyes unit. Rendnim në ëndra të vakta, të zbehta, pa djallësi naive, ndaj gjithçkaje të vërtet. Në stuhin e botës me zakonet e egra, loti ra rëke breshër në të palyrën jetë. Lot rodhën si një të pashpresi të mbytur. Si shim ne notari shkëlqyr që zgabon. Fjalë të rënda bllokuan fytyn papritur. Një kërkim falje shpirtit si mjafton. Lakuriq trupi mardhin pa ngrohtësi. Se shpirtin ja zhveshit plaçkit si ëndrës. Jeta shtyhet në rrugë pa krye, pa dashuri. Një figur ujkonj pa turp, ju vërsul zemrës. Zemra fillon të rrah përsëri. Tik, tak. Kishte udhëtuar kilometra, qelodhur. Për t'ju larguar greminës e arsyes për pak, mora shpirtin për shëtitje, për ta shlodhur. Ne të dy ishim kalimtar romantik. Vuanim nga zilia, zgjetëm në fund tuneli. Dritë. Natasha Elia.